Uzun, shpejt më zësh vendin. Hajde. Sa po të mbura, sa po të mbura. Si kalon? Mirë të Uzuni. Good job, i themi ne se ti shiko tani se ky ka shkuar në Amerikë edhe ky do të vazhdoj të lyjë në Amerikë, më duket. Edhe verën, edhe gjatë verës, s'ke pushime më duket. Po pra, për kupën e botës e kisha. Ë? Shumë një emocion shumë i madh sot. Mendoj se kemi bërë histori, kemi bërë një ndeshje jashtëzakonshme, gjithë çunat kemi luftuar me zemër, besoj se të gjithë kanë kontributin e tyre, kanë gjithë shpirtin në fushë, edhe besoj se kjo kombëtarë gjithmonë me grupin, nuk ka individ të vetëm, po është grupi ai që ecën përpara. Unë do e përgëzoja për profesionalizmin e vetë në rast parë, sepse për Uzurin e dim të gjithë që s'kanë qenë kohë të lehta në ekipin kombëtar, për mënyrën se si është aktivizuar, për mënyrën se si është bërë gestioni i tij nga trajnerët, dhe në ndeshjen ndoshta më të rëndësishme të Shqipërisë në të eliminatore, luan formacion dhe bën një ndeshje shumë të mirë. Ishte nga Anglia, mos gaboj se e tham, që nga Anglia që nga Anglia luan titular, bën një ndeshje sidomos në pjesën mbrojtëse ndeshje rëndësishme, dhe në pjesën ofensive pak me vështirësi detyrë, duke diskutuar fare për të çarë të murin e serbëve në pjesën e fundit, por nga ana mbrojtëse sidomos në krahun e djathtë, kur zëvendësoi dhe brojën dhe bëri një ekuilibër shumë të mirë me Hysajin që po bënte gjithashtu një ndeshje shumë të mirë, po që po vjen në vështirësi nga Kostić me ato kursimet e tij. Pra e bëri detyrën e vet shumë edhe nga ana ime edhe një herë përgëzime për profesionalizmin dhe për ndeshjen e sotme. Faleminderit shumë, normalisht ka qenë një periudhë shumë e vështirë për mua, por ata më shumë që përjetoni është familja. Pasi unë e di që futbolli kështu e ka me ulje ngritje, edhe jam shumë i lumtur pasi unë dedikoj gjithmonë kohën time në futboll, edhe mundoj të servitem edhe ekstra për të arritur këtu ku jam sot. Dhe jam shumë i lumtur për sa i përket sakrificës, normalisht e shifja që Hysa ishte duke vuajtur në krahun e djathtë me që vinte Pavloviçi. Kostić një ndeshje shumë të mirë. Pavlović dhe Kostić, të dy që bën një dyshe kundra një atje me Hysa, edhe normalisht për mua është e rëndësishme të lësh shpirtin në fushë për ta ekipin. Shumë e rëndësishme. Me këto duhet ka një detaj, po të lutem mos më negativ, se është diçka një profesionist. Gjithmonë në sytë e mi ke qenë ai individualisti, mbase pak egoisti, me duhet jemi të sinqert, sot nuk ekziston më. Nuk është punë kualiteti kjo është punë karakteri. Do të thënë, sot ke bërë një ndeshje fenomenale. Adriani ta thot me plot gojë, do të thënë me gjithmonë, tamam ai myrto për ekipin, me ekipin. Se në ekip në aty del individi pastaj. Do të thënë ke bërë një ndeshje tamam si profesionist i vërtet. Edhe ri i kësaj, i akoma i ri, ke forcën, ke eksplozitetin, ke mentalitetin tani dhe po vazhdove kështu, do jesh shumë gjatë akoma në kombëtare. Unë ju siç e dini jetoj për futboll, pasi gjithkohën time dedikoj në futboll edhe jam shumë i lumtur për këtë performancë sot, dhe siç e thashëm para, unë kam 4 vite që luaj si sulmues qendre. Nëse kemi kombëtar thirrur me si mbrojtës si majt, do luaj edhe si mbrojtës si majt. Edhe siç e thash, kjo është për gjithë shqiptarët të cilët na kanë mbështetur dhe për gjithë ata që më kanë mbështetur, pasi ka qenë një periudhë jo shumë e lehtë për mua. Bravo. Bravo të qoftë. Përgëzime edhe një herë. Mirë to, festuar shumë aty brenda apo jo? Shumë me presidentin, me trajnerin, me gjithë. Ka qenë një festë jashtëzakonshme. Edhe kujdes ta Andorrën tani, të lutem. Po, e vërtet, jo, tani duhet të kemi Jordani. Se ne këto të voglat, po Jordanin bëni çfarë doni ke Jordania, pa Andorrën të keqen. Normalisht. Thank you. A jemi live? Live jemi, e dini shumë mirë. Bravo Mirdo. Faleminderit për gjë. Bravo Mirdo, bravo. Jemi live.